Presidenti Trump ka mbajtur fjalimin e parë përpara Kongresit, dhomës përfaqësuesve dhe senatorëve. Tre ishin kërkesat që Trump i drejtoi Kongresit. Uljen e taksave masive, ku korporatët do të përfitojnë $4.5 trilion dhe 5 korporatët kryesore që morën pjesë në inaugurimin e zotit Trump do të përfitonin nga taksat $75 miliard. I kërkoi rritjen financiare për kufirin jugor dhe treta që kërkoi ishte mbrojtje raketore për atë që e quhen Golden Dome. Nuk ka specifika. Ajo që më bërin përshtypje tek boksi i nderuar të ftuarve nga shtëpia e bardhë ishte edhe ai që quhet Komando, ish bashkë menaxheri fushatës Chris Lacevita, i cili kryeson fushatën e PD-s në Tiranë. Ai ishte ngjitur me kashjep patel të FBI-t. Kashjep patel i FBI-t mban fort hapjen e hetimeve për dosjen masive të Mechanical. Edhe pse quhet State of Union, këtë radhë nuk ishte e tillë sepse mbas një viti ndodh, të dyja anët e dhomës të Kongresit Amerikan ishin të përçara. Demokratët ende vazhdojnë të mos pranojnë humbjen e thellë, protestojnë, madje një kongresmen u detyrua të nxirrej me forcë nga ata që quhen togerët e Kongresit, sepse disa herë i është drejtuar me ulurime presidenti Trump, ti nuk ke mandat. Ndërkohë që kongreswomen dhe kongresmenet mbanin në duar gënjeshtar, masku vjedh, pra demokratët vazhdojnë të mos kuptojnë realitetin e ri politik të zotit Trump. Ai tha që ka marrë një letër nga Zelenski, çka nënkupton që Zelenski do të vi për të firmosur marrëveshjen e materialeve të rralla, minerat me materiale të rralla në Ukrainë. Duket se po sfumohet ajo zënga e stisur në shtëpinë e bardhë midis presidentit të papjekur, të traumatizuar të Ukrainës, grindavecit zëvendës president të Amerikës dhe presidentit Trump që toleroi shumë, por në fundit është i vetmi që mund të shpëtojë Ukrainën nga vazhdimi i vrasjeve makabre të kriminalit Putin. Trump ka një lloj strategjie. Nuk do ta shajë në publik Putinin, sepse kërkon marrëveshjen. Ndaj ndihet i shqetësuar, i mërzitur kur ngacmohet nga Zelenski, i cili ka një drejt, se populli i vritet, por duhet kuptoj që është në gradë më të ulët dhe duhet dëgjoj sherifin e ri në town. Gaf ajo që ndodh në shtëpinë e bardhë. Drejtori i CIA-s, mik i çështjes shqiptare, deklaroi dje për Fox News se pauza midis Zelenskit dhe Trump do të kalojë shpejt. Ndërkohë që Wall Street Journal, gazetë e djathtë amerikane, nga më të mirat në Amerikë, kontrolluar nga Murdoch, kishte një titull të madh që thoshte ti mund të jesh i zgjuar, you might be smart, por veprimi yt me tarifat ishte idiotesk, dumb. A kanë të drejtë? Sekretari i tregtisë zotit Trump tha që sot të mërkurën Trump do të shkojë në mes nga 25% tarifa te 12.5 me Kanadan dhe me Meksikën, sepse u pa rënja tek stoqet bursa e Wall Streetit. A ka drejt Trump për tarifat? Unë them se ka. Amerika paguan vendeve të tjera $370 miliard tarifa. Vendet e tjera paguajnë ndaj Amerikës vetëm $50 miliard për tarifa. Duhet të jetë reciproke. Këtë kërkon zoti Trump. Do të arrijë. Natyrisht që për ekonominë kartat i kishte dopta, sepse kanë kaluar vetëm thuajse një muaj, por më mira pritet të vi, thot ai. Mos dëgjoni se çfarë thot zoti Trump, po shikoni se çfarë bën. Ai e ka në stilin e tij që kërkon që të provokojë sa më shumë të majtën amerikane, ta bëjnë që ta urrej, sepse ai kërkon që të kënaq, të gëzoj magën. Çfarë ka bërë këto rreth 45 ditë zoti Trump? Panama, kompania kineze që kontrollonte portin e Panamas ka pranuar t'ia shes aksionet
një kompani amerikane, fitoria e tij. Në kufirin jugor, 95% është kontrolluar hyrja e emigrantëve të paligjshëm. Fitore zoti Trump, ka dërguar 10.000 vetë. Thotë që do të kursejmë miliona dollar me Dodge, miliarda, kanë filluar kursimet, por a do të shkojnë dot 2 trilion, kjo nuk dihet. Musk ishte i ftuar gjithashtu në boksin e nderit dhe këtë radhë i veshur me kostum, jo si Karagjoz ose si garbage man, si do të thoshin mediat e majta amerikane. Me tarifat mbetet për të parë. Me ekonominë ende dhe nuk mund të presësh gjë kaq shpejt, por të paktën disa urdhra ekzekutiv duhet ishin. Por kjo do të vijë më pas. Në rolin e politikës jashtme, edhe pse duket se Amerika po tërhiqet, në fakt nuk është kështu, po ju tregon vendin, vendeve europiane, por dhe botërore. Nuk do të jetë më policë ndërkombëtar, e ka thënë, por kërkon që të largojë Rusinë nga Kina. Rreziku kryesor për superfuqinë e vetme mbetet Kina. Europa duhet të përballet me Rusinë. Nuk ka asgjë jashtë logjikës. Fundi janë të gjitha që ka thënë fushat, dhe ato që ka thënë fushat në këtë fitore jo të vogël, ai do t'i zbatojë. Mbi vete ka marrë një lloj gambling, si të themi, bigjoz, kumar, sidomos me tarifat. Në qoftë se do të jetë i suksesshëm, kjo do ta ngrejë tek presidentët më të mëdhenj. Në qoftë se do të shtojë, do të viqë me zgjedhjet e midtermit në Kongres dhe do ta bëjë të vështirë që shtëpia e bardhë të mbahet nga republikanët. Trendi është që Senati të kontrollohet nga republikanët edhe në zgjedhjet e ardhshme. Ka shumë gjasa të mbaj Kongresin. Betejja për shtëpinë e bardhë nuk dihet se kush do të jetë trashëgimtari Trump. Në intervistën e tij e ka thënë që jo, për J.D. Vance ka kohë, do të shikojmë ka dhe emra të tjerë. J.D. Vance do të kuptojë diçka. Zëvendës presidenti nuk ka power fare. Është përzgjedhur nga Tucker Carlson dhe Donald Trump Jr. Eliminoi me Rubion dhe disa figura të tjera të rëndësishme, por Rubio është më i zgjuar. Hesht në takimet e shtëpisë bardhë, menjëherë del në ekran, disa mund të thonë servil, por ai mbron bosin e tij, i cili është presidenti Trump. Ende vazhdojnë figurat e plakura ish politikanë që kërkojnë të sulmojnë zotin Trump. Një letër drejtuar Kongresit nga 5 ish sekretar Pentagoni, Panetta, Hagel, Mattis, të cilët Austin, të cilët thonë që ajo që po ndodh në Pentagon është skandaloze, po shkarkojnë general afrikan-amerikan. Zotrin, shkarkime ka bërë Obama, shkarkime ka bërë Biden, ka të drejt të bëjë dhe zoti Trump. Në letrën e tyre, të cilët politikisht sulmojnë, thuhet që kjo do të rrezikojë numrin e rekrutëve. Në fakt, çdo ditë janë 350 rekrutime të reja, sepse është larguar DEI. Do të shkurtohet Pentagoni, ka drejt, dhe ka thënë që më në fund do të bëhet një audit dhe t'i kthehet nderi ushtrisë amerikane. Nuk mund të flasin këta për shefin e shtabit të cilin e pushoi presidenti Trump, sepse shefi i fundit i shtabit përpara këtij, Milley, ishte personi që zoti Trump i tha nazist, fashist, idiot, general me 4 yje, i cili ka bërë dhe një që mund cilësohet dhe tradhti kombëtare kur ka telefonuar në kokë të vet homologën e vet kinez duke thënë që nëse çmendet presidenti im dhe kërkon të bëjë një sulm bërthamor, unë do të paralajmëroj ty. S'ka kur të fort drejtë. Dhe tjetra ka anashkaluar sekretarin e Pentagonit kur i ka dhënë urdhër të gjithë generalëve, komandantëve të tij që do të mjoftoni mua për çdo gjë, jo sekretarin e Pentagonit. Trump marshon në filozofinë e tij. Amerika e para nuk do të thotë Amerika e vetmuar. Kabinetin e ka përzgjedhur
si ka dashur vetë, në Senat nuk ka kundërshti, në Kongres jo, vazhdon media e majtë, por dhe ndaj tyre duket se është fitimtar. Ka mediat majta që thonë që ata që e rrethojnë janë si papagaj, a thua se presidentët e tjerë nuk kanë zgjedhur besnik, por kundërshtar. Trump ka një mandat madh. Dje foli si politikan, e kupton që e majta e urren, vazhdon dhe i provokon, sepse kështu është më të mirë të magës, kështu e mendon ai, mbase ka të drejtë. I but të them dhe njëherë me Putin, sepse duhet jetë. Përse duhet të thënë zoti Trump papet klyshi Putinit? Harruat presidentin Bush që maci nga konservatorët më të mëdhenj. Disa herë ka ftuar Putin në shtëpinë e tij, vllazëror, miqësor. Problemi me Rusinë duhet parë mbas viteve të 90, mënyra se si u sollën ndaj saj. Sepse në Rusi duhet të ishte trysnuar më shumë për të krijuar demokraci perëndimore, për të mos e lënë në një vend autokrat. Në lidhje me përplasjen midis Ukrainës dhe Rusisë, votuesi i thjesht amerikan as nuk do t'ja di për Donbasin, por dhe për Ukrainën. Një vend i vogël, ndaj të cilit kam simpati sepse po vriten, po lufton me një vend të madh bërthamor, dhe Amerika duke e mbrojtur rrezikon shumë të përfshihet në këtë konflikt, ndaj i duhet dhënë fund. Zelenski është trajtuar si rockstar nga e majta europiane, por dhe këtu, gaboj politikisht kur mori pjesë në fushatën e demokratëve në tetor. Trump nuk i haron telefonatën kur i kërkoi që të hetonte korrupsionin e Biden dhe ai tha jo. Ndaj Zelenski nuk ka asnjë kartë që thot zoti Trump dhe do të pranoj marrëveshjen e të fortëve. I vetmi, ose të vetmit që mund të shpëtojnë Ukrainën është Trump dhe Amerika. Ai mund të shkojë të pi çaj një javë rresht me mbretën anglisë. Mund të përqafohet 2 muaj me Macron, apo me atë që mund bëhet kancelari i Gjermanisë. Ata nuk e ndihmojnë dot. Pauza, pezullimi në ndihmën ushtarake do ta bëjë Zelenskin që edhe publikisht të kërkoj falje ndaj zotit Trump. I ka dërguar një letër, do vi të firmos. Pas kësaj, nis paqja. Në fjalën e zotit Trump për një shqiptar i të djathës, ndihet mirë kur shikon që komando Kris Lacevita është tek boksi i të nderuarve nga presidenti Trump, nuk pa ndikun Grinellin, mbase ende nuk e ka marrë certifikatën e sigurisë, person që na dëmton në Kosovë.